Përshëndetje Shqipe, mirë se vini te një video e re për gaming, por si fillim duhet t'ju them diçka shumë të rëndësishme që duhet ja u thoja prej kohësh, por tani më doli koha dhe po ja u them. Dua të flas pak për kanalin tim të YouTube-it për shkak sepse kemi rreth po bim 4-6 muaj që subscribesa nuk kanë lëvizur nga 130, kemi vetëm 132, nuk ka vajtur për shembull nga një 140 e ulën. Thjesht nuk e di se çfarë të them, për këtë punë jam shumë i mërzitur, siç e shikoni un filloj që bëj video, pastaj e lë sepse shikoj valla nuk ka content. Futen njerëzit për shembull 126 views, janë futur 126 njerëz, shikojnë për shembull thon aty sa filloi për shembull jo përshëndetje Shqipe, e heqin direkt. Po pse valla, jep një like për shembull ose nuk e di. Bëj një subscribe për të parë më shumë, se duhet ta njohësh një personin në fillim se si flet, sa fani është, gjëra të tilla, nuk e kuptoj pse nuk njerëzit bëjnë subscribe, se kanë subscribe në sigur e kanë me lek, kështu që do ju lutesha shumë të më bëni subscribe, like dhe për më shumë video të më shkruani për komente se çfarë lojra doni, sepse unë tani që nuk më komenton për shembull asnjëri, thjesht bëj ato lojrat që e kam me mendjen time. Për shembull, video me emergjenca Hamburg më ka vajtur 601 views-a, edhe 33 like, kështu që nuk është se jam i lumtur, por ka dhe, siç e shikoni, 927 views-a video me FIFA, kështu që unë sot FIFA do los, por juve më komentoni se çfarë duhet të los, për shembull që mendoni dhe ju që mund të kem për shembull audiencë të lartë. Si për shembull, një gjë që po thoja, kam hedhur sot një short ku ka vajtur 264 views-a, por çështja është se 264 views-a dhe 3 like. Për shembull, njerëzit vëlla, nuk e di, unë i pëlqejnë videot me FIFA, se unë e di, ata që më ndjekin mua, i shikoj kush më ndjek, janë më shumë pëlqejnë FIFA-n dhe thjesht nuk e di, kanë inata, nuk e di, por që do ju lutesha shumë të bëni një subscribe dhe një like, sepse nuk është me lek. Kështu që ky është akaunti im, kushdo të mblidhet, ju thot miqve, shokve, se marrë kjo video pa dashje, që të më bëjnë subscribe në qoftë se ju pëlqejnë videot. Kështu që tani do fillojmë me FIFA Mobile, rikthehemi pas pak. Dhe ja ku rikthehem përsëri, tani jemi futur në FIFA 108 over ekipi për shkak sepse kam unë Cristiano Ronaldo pa dashje, sepse në fakt është 109 dhe po ta shikosh ve Drogba automatik, por unë kam marr Del Piero, kështu që do e vë tani për momentin direkt. Okej. Lojtarët e ri që kanë futur në FIFA deri tani është Vialli, Del Piero, Guevara, Fabian Ruizi, Garinçën, po e mbani mend te video e kaluar kush e ka parë, kam thënë që këtë të marr Drogbën apo te eventi totit, se siç thash kisha 2 muaj pa bërë video, për shkak sepse unë bëj video dhe shikoj njerëz kam asnjë kontent dhe prandaj e lëm ndonjëherë shumë gjatë që kur të kthem me ide të tjera. Kështu që kam marr Garinçën, Zambrotën, gati gjithë ekipi është ndryshuar përveç Nestës. Nestës po edhe Beckhamit po. Dhe neve do të bëjmë head to head. Kështu që ky është akaunti im, kjo është liga ime për momentin, sepse këtë ligën e kam hapur vet. Kam qenë bashkë me shokët e mi, por shokët e mi kanë dalë sepse na që kjo liga nuk ka shumë nivele, se turnamente nuk është se fitojmë shumë, kështu që kush do të futet, ja ku e keni emrin, AKM FC. Kështu që këta janë eventet të më kanë pëlqyer, sidomos eventi i Champions League-s, kështu që le të fillojmë. Okej? Head to head, jemi pro njërshi, sepse nuk kam lozur shumë head to head. Ama, sa herë video me FIFA, rikthehem fuqishëm, sepse biles derisa të vete tani 110, mendoj që mos të hedh më video,
Ama në qofë se doni ju, në qofë se kjo video vete 1000 views dhe maksimumi, nuk po kërkoj shumë, maksimumi 50 like, do ishte shumë mirë për mua. Ama mua më interesojnë dhe komentet sepse dua të di se çfarë njerëzve ju pëlqen që të shikojnë te mua. Për shembull, se kam thënë, dhe një gjë kam thënë, kur të vete 1000 subscribers, në qoftë se vete do zoti, kur të vete do bëj face reveal, kështu që bëni sa më shumë subscribe dhe okej, tani filluam me head to head. Për shembull se njerëzit kur futen dhe shikojnë mendojnë se për shembull unë thjesht tani po bëj këtë head to headin dhe thjesht nuk do flas fare dhe e kupton thjesht kur të bëj gol do them gol, kështu edhe unë kam hapur YouTube-in për qejf. Thjesht kam pasur qejf. Ama t'ju them kush është youtuberi im i preferuar është Aulanta Bazaj. Ai ka qenë youtuberi im i preferuar. Kështu që pse jo dhe ne mos të bëhemi si ai një ditë. Okej? Okej, tani është broja. Kam frikë se këta kishte ekipin e lodhur, po kam frikë mos më mundsi. Mbase jo, okej. Si që shikoni, fall, okej. Del Piero. Hajde Del Piero. Hajde, op, kanë Karamesi Gigi. Ta se e bëra, por jo. Okej, tani duhet të shikojmë penaltin. Bravo! Ky është gol. Mund të lëm dhe replay. Okej. Stami shumë i mirë për me kokë. Okej. Do bëjmë 2 head to head. Okej. Fall. Njëherë një shoku tim ja ka bërë gol që këtej me fall, tani do mundojmë mbase bëj prap një gol të tillë, po se besoj më. Jo. Që atëri që bëra shoku tim me Petitin, po e kam hedhur dhe në YouTube. Dhe një gjë më vjen çudi se për shembull sa gola që nuk janë dhe aq të bukura që i hedh për shembull në shoç, vën më shumë views-a dhe më shumë like-a se sa për shembull goli i Petitit që oda atëherë nuk vajti fare me views-a. Që do ju lutesa shumë, në di që po flas shumë për punën e subscribe-ave, por në qoftë se dhe juve vazhdojni bëni sa më shumë subscribe dhe unë do vazhdoj aq më shumë sa subscribe do bëhen, aq më shumë dhe unë video do hedh për ditë, sepse nganjëherë më mërzitet të them unë bëj video por subscribers nuk marrin, kanë ngjesur te 130 e ca dhe thjesht nuk rriten më. Kështu që më thoni se unë mund të bëj dhe vlog, mund të bëj shumë gjëra, mund të bëj challenge. Ama tani për momentin për shembull po los FIFA sepse nuk më shkojnë, nuk më komentojnë njerëzit për shembull që duam që ti të lozësh të lojë ose kështu. Okej, Del Piero gol. Gola në fakt më pëlqen më shumë të bëj gola të bukura se sa këto golat e thjeshta, por tani do mundohem mbase i bëj gola të bukura me që jemi 2-0. Okej. Ska vjerën. Cross. Okej. Del Piero. Hajde ta bëjmë me Del Piero në Karamesi, sa do që tre mbrojtësa janë. Okej. Hajde. Karamesi, Messi. Do të bëj Messi unë, po që nejtë. Okej. Cross prap. Sa do që cross që gol i bukur. Është ju kjo, po që s'ka problem. Okej.
Okej. Beckham. Vara. Pra gabim aty. Okej. Beckham. Fjalli me thënë të drejtën se unë zakonisht bëj ndeshje jo heta, po bëj ndeshje me shokët e mi. Fjalli herët e para do me thënë filloj që të macaron e keq, ama pastaj filloj të bënte hat-trika, rafishata, shumë gola do me thënë të bukura, kështu që respekt për Vjallin. Ata kisha një rafishat këtu. Okej. Bojra. Qa emri Bojra. Okej. Fabian Ruiz, ka bëj një power shot që këtu se besoj të bet, po që ta. Okej. Hajde një aksion të fundit. 2-1 ndeshje, si ta them, mirë, por po të doja të bëja edhe më shumë gola, ja kisha bërë thjesht duhet të isha qik më i fokusuar, se kur flas shumë nuk. Okej. Tani do të futemi direkt në ndeshjen e dytë. Okej. Connecting to the server, por s'po na fut në ndeshje. Gjithashtu se harrova t'ju thoja, bëjni dhe Teo JR e ka emrin në YouTube, bëjni subscribe, sepse edhe ai është një youtuber shumë i mirë, por edhe ai e ka lënë YouTube-in deri tani për shkak sepse nuk ka, domethënë thjesht i ka ngecur dhe ati subscribe në 100 e ca dhe thjesht se njerëzit i shikojnë, por pastaj nuk e di. S'pin me subscribe, kështu që gjithashtu është dhe një shok tjetër, Ankel Breshana, ai sapo hapi YouTube, kështu që bëni për mua, bëni dhe ati subscribe, sepse dhe ai do hedhi video. Një video e ka bërë gati, por është duke edituar dhe do e hedhi. Okej. Ky e paska skuadrën 105, të ishte qik, doja të ishte në për shumë 109, nësë më të vaj që të dalë në jo, okej. Okej, Kvara me triblime, por Madisoni po ecën. Okej, Beckham, Kvara, Piero, Vialli. Okej. Unë si ai komentatori, por jam bërë fix si komentatori tani, por që dua të bëj një aksion të burë dhe ta bëj gol. Jepi, full shpejtësi, okej, bravo. Kapi. Hajde stam prapë në një gol të bukur. Jo. Beckham gjuaj që këtu. E bre kapi. Kapi power shot. Sa se vaj që gol. Okej, do mundojmë të bëj diçka ekstreme. Jo, s'vaj t'i mirë. Dhe ja të fusja nga gol që ande. Okej, Del Piero. Kam qef më shumë të bëjra fishata, por qëfar pasi të isha bësh për shumë, ta kisha ra fishata, bëja gol. Okej, hajde një power shot dhe gol. Si që shkonin, do me thënë ka qënë dikureth 1, 2, 3, 4, 5, 6 mbrojtësa dhe prape e bëra gol. 6 mbrojtësa edhe 7 portieri. Okej. Imagjino të dalë në loja tani. Dhe ma duket se gati është për dalë. A doli? Po, a doli. Këtë që del tani nuk është ndeshje aq interesante, por çfarë të bëj? Okej,
Beckham. Okej. Është roboti, prandaj s'me i gjuan të topin. Shko të i doja i gjuaj topin. Tani do me thënë i pishi qik videon që ka dalë nga loja, por nuk kam se çfarë të bëj. Del Piero, gol. Si ty që kam të dy janë shumë do me thënë të mirë me rafishata. Kështu që më ka pëlqyer më shumë FIFA 24 që ka pasur lojtar me ovre më të ulët, do me thënë 96. Po e dini se kam edhe video ka pasur Sony tani për momentin më mungon shumë sepse ka qenë shumë i mirë për ato kohë, do me thënë dhe isha shumë i mirë në FIFA 24. Që kur fshiva do me thënë accountin, pastaj që shikoni duat vete 110, por nuk po vete dot. Dhe më duhet një 30 e ca Mascherano vetëm për të vajtur tani 110. Kështu që unë 34 Mascherano mund t'i marrë vetëm me Scotting Camps, po thjesht për to i t'i bëj. Me 2 Mascherano për 17 kam 17 Scotting Camps, për 17 ditë si kur t'i bëj, marrë 34 Mascherano. Po t'i bëj ditë për ditë. Okej. Desh që është shumë boring, me zi presa të mbaroj. Vjalli. Fal për atë kur vjalli vajti në planet tjetër. Okej. Gvara. Kape një aksionin do thëja. Okej. Që shikoni dhe mua po më gëtë pak telefoni internet, do me thënë. Jepi. Ka bë një power shot që këtej tani. Prit. Dhe më gjetë si telefoni si që patë. Fal. Zambrota bëje Zambrota. Hajde. Si ma ka kapur deshe bëra gol. Dica. Të vende me hark. Okej. Për 3 minuta mbaron kjo ndeshja. Hajde. Portieri i mirë. Dhe shansi i fundit. Mos e qaj lojtari aty do e kisha në backupi, do e kisha bërë pa ushon dhe do që gol. Por nuk u bë plani. Okej. Ndeshja s'po mbyll. Që shikoni dhe kjo ndeshja u mbyll. Ju mendoni se u mbyll ndeshja, unë do mbyll dhe video, por jo, ky nuk është fundi i videos. Prisni vetëm pak. Dhe ja kur i kthyem këtu, siç e pa, domethënë direkt nga FIFA në Tower of Hell e ka emrin në Roblox. Kjo është një lojë që në fakt nuk e di ma acaron shumë, por dua ta los vetëm që të bëhem çik më i fort. Por ta dini që videon kam për ta mbyllur i acaruar, të e di shumë mirë. Por po e bëj që nëse doni më shumë video me Roblox, do bëj dhe me Roblox. Ose nëse s'doni fare, s'bëj fare. Domethënë, është si doni ju, vetëm komentoni, shikojeni videon deri në fund, sepse
Ja, vlen. Po them që mos ta shkoj video më shumë njeri që nuk i pëlqen lojrat, po ai që i pëlqen ta shikoj sepse dhe të bukur për shumë, po që ja si që shkoni unë po heci deri aty po bie tani. Prandaj ma acaron kjo loja. Mund të loz dhe 10 minuta dhe pastaj s'loz me haj arash. E urej këtë lojën jam në level 0. Nuk është dhja se me di si dhe ta loz. Okej. Kjo loja më streson keq. Për hajtë se për 1 minutë e 15 sekonda mbaron kjo të paktën, kështu që me të thjesht është një lojë shumë acaruse, se thjesht ti këtu lartë është e pamundur që ta fitosh deri në fund, se ka stage-a për shembull në fund që janë shumë të vështirë dhe ajo të kthen direkt nga fillimi. Ja, është e pamundur që të kalohet Tower of Hell. Thjesht po e provoj dhe me juve që provojeni dhe ose më thoni në komente a i keni kaluar ndonjëherë nëse keni lozur, a i keni bërë ndonjëherë deri në fund Tower of Hell, sepse unë të vërtetën asnjëherë nuk e kam bërë Tower of Hell, biles as deri në gjysmë s'kam vajt ndonjëherë. Jo me që ta kaloj sepse thjesht loja është shumë e vështirë, domethënë është me të njëjta ngjyra me zi, shikon. Kështu që unë tani po pres pak derisa ta ashtu. Okej. Po udhem pak këtë, hello qa bëni. Shumë të forta këto krahët e këtij. Po të kemi karakteristik ta në fakt, por vetëm ja tani do të thënë tjetër, vetëm më shkruani në komente se çfarë të loz dhe do e loz. Okej, tani filloi raundi tjetër, tani bëhet shumë rëmuj sepse ka shumë njerëz, domethënë në të njëjtën kohë shikoj as karakterin tim s'po shikoj. Nuk ngjitem dot se s'po shikoj kur po vin ajo. Shumë acaruese kjo loja. E urej! Thjesht e urej këtë lojën, e mallkoj. Ka shanse që kjo loja, domethënë. E di që po dalin fare nga kjo loja sepse nuk po më qenë hiç si loj, po shikojmë pas e lojna një loj tjetër. Si për shembull u shkoj një lojë tani po e gjej domethënë kjo si fare në planin e videos, por thjesht dua që të loz një lojë sa për fund. Okej. Se di as çfarë të loz. Roblox i ka lojrat shumë përveç Murder Mystery. Nëse doni luajmë dhe The Bronze Trashin në videon tjetër që do bëjmë, por nuk do e luajnë në telefon, do e luajnë në tablet sepse në telefon ngjet shumë The Bronze Trash. Okej. Për kush do ta luaj City of Tirana, le ta luaj sepse është lojë e bukur. Kështu që unë do loz pak Expedition Antarctica një 6 minuta dhe pastaj do e mbyll videon. Prandaj po i bëj videot pa plan kur shikoj për shembull se ju nëse doni që unë të luaj vetëm FIFA, luaj dhe FIFA, por thjesht dua domethënë ta ndryshoj pak ndonjëherë. Sepse as nuk di se ju nuk komentoni për shembull. Ju kur e shikoni video për shembull, ju pëlqen, jepni një like, jepni dhe një koment se çfarë loje doni.
E di që e kam përsëritur shumë herë të, por kjo është arsyeja që edhe pse nuk hedh video shumë, domethënë edhe për shembull mund të hedh këtë e pas 2 muajsh tjera mund të hedh prap. Kështu që se shikoni, Expedition Antarctica është një lojë që më pëlqen shumë, i ka grafikat shumë të forta. Dimër e lozja shumë. Normalin e kam bërë komplet. Kështu që okay. Mja dhe këthena legja ime po gjoj me kallash tani më duket. Se kush u vra, nejse s'na intereson shumë. Se pisha. Okej. Okej. Pa roba fare unë, thjesht jam të ecë. Shumë qefe kisha ta bëja këtë si eksperiencë, por kam frikë sepse mund të vetë djek, bie domethënë. Që shikoni mua më shta për rruga tjetër sepse e kam bërë domethënë një herë expeditionin, kështu që u futëm nga rruga e re sepse as vetë nuk e di nga kalon. Okej. Kjo që nga shumë e vështirë se tjetra. Desh vdisha. Okej. Tani se si të ngjiten prap lart. Nuk e di, por për mendimin tim po bëj vrasje. Jo s'pëja s'do të vrasje, kështu që po ngjitem që këtej kështu. Okej. Mendova se unë ngjita, por jo. Okej, kjo duhet të kapet një foto për thumbnail. Stres, okej. Okej, ja 1 minutë sa t'i kam një screenshot sa këtu do me thënë. Prit. Okej, kështu. Shqiptari I parë në Expedition Antarctica. Kështu që shipe ka që kjo video si që pa do me thënë përveç FIFA se I kisha bërë me plan asgjë tjetër nuk kishte plan për shkak sepse duhet të komentoni dhe ju cilat video ju pëlqejnë më shumë, cilat video marrin më shumë like. Kështu që do thoja bëni sa më shumë subscribe, sa më shumë like. Shpresoj të shihemi prapë në videot e radhës. Bye bye.